Përshëndetje juve, citat, po kryejmë një operacion rivendosjeje në rajon, po ingarkojmë anijet me armët më të mira të prodhuara ndonjëherë, edhe më të mira, edhe më të trishta dhe më të fuqishme se që i kemi përdorur ndonjëherë më parë. Do t'i përdorim për ta coptuar armikun ton, po i ngarkojmë anijet me shpejtësi, dhe ato armë më të mira të prodhuara ndonjëherë janë më të fuqishme se ato që i kemi përdorur deri më tani për shkatërimin e armikut. Nëse nuk arrim një marrëveshje, do t'i përdorim këto armë, edhe atë në mënyrë shumë më efektive se më parë. Janë këto fjalët e sotshme të presidentit amerikan Donald Trump, të cilat i thot pak kohë para se të fillojnë negociatat me iranianëve. Me këtë mesazh, Donald Trump, para fillimit të negociatave për marrëveshje, me këto fjalë i drejtohet iranianëve, popullit të Iranit dhe udhëheqësisë iraniane. Se çfarë mund të rezultoj pas këtij mesazhi të Trump, mos të them pas këtij kërcënimi, vetë mund të imagjinoni. Nejse. Miq, temën që e kisha paralajmëruar në lidhje me humbjen katastrofike të Amerikës në luftën e saj me Iranin, në lidhje me humbjen katastrofike të Iranit në luftën e tij me Amerikën, se cila palë ka humbë e cila ka fituar, në detajet më të imta, me informacione më të pabesueshme dhe të cilat në fakt vështirë të gjenden nëpër media, këtë temë e kam lënë për ditën e diel, duke ju bërë me dije për një surprizë të këndshme së bashku me temën që do ta trajtoj para juve. Se çfarë është ajo surprizë, do t'ju bëj me dije me kohë. Sot këto, dua të tërheqi një krahasimi, një paralele midis një ngjarjeje që ka ndodhur vite më parë në lindjen e mesme dhe kjo që po ndodh tani, lufta për ngushticën e Hormuzit. Për të kuptuar saktësisht se çfarë është lufta kundër Iranit, çfarë është lufta për hapjen e ngushticës së Hormuzit dhe a ka pas diçka të ngjashme me këtë që ka ndodhur deri më tani në lindjen e mesme. Pra, dua të flas për një krahasim të dhimbshëm midis Iranit të tanishëm dhe Egjiptit të para 60 vjete, respektivisht midis dallimin me tërheq dhe paralelen, njëjtësinë midis kanalit të Suezit të Egjiptit dhe ngushticës së Hormuzit të Iranit. Për ta kuptuar, edhe njerë po them, edhe më drejt, edhe më thellë, atë fjalin të cilën unë e kam përdorur më shumë se një herë. Se, kur më kanë pyet çfarë është lufta kundër Iranit, çfarë është mendimi yt në lidhje me këtë luftë që po zhvillohet tani. Përveç shpjegimeve të tjera, e kam përdorur një fjali, si për këtë luftë, si për raste të tjera. Lufta kundër Iranit, kam thënë, nuk është asgjë më shumë e as më pak e as tjetër, por është vetëm një hallk në zinxhirin e luftrave kundër popujve dhe tokave të lindjes së mesme që nga dita e shpërbërjes së perandorisë osmane. Që nga koha kur bie perandoria osmane dhe vendet arabe, adheu arab,
ndahet në këto 20 e sa shtete, prej asaj kohe e deri në këto momente kur po flasim, shkatrimet, luftrat, vrasjet dhe çdo gjë që ka mund të bëhet nga fuqit e mëdha nuk është ndalur kur. Luftrat kanë ndodhur ose lufta politike, ose lufta për pushtet, ose lufta mes sekteve me konotacione sektare ndër muslimanët e atjeshëm, ose për shkak të ndërhyrjeve nga jashtë, ose për shkak të resurseve nëntoksore, ose për shkak të gjeografisë së saj, ose për shkak të ngushticave detare që kalojnë aty pari, por që nga shpërbërja e perandorisë osmane asnjëherë nuk janë dalë ato lufta. Edhe njëherë po them, lufta e tanishme e Iranit, e Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, nuk është asgjë tjetër pos një hallk në zinxhirin e luftrave të cilat kanë ndodhur deri më tani nga koha e shpërbërjes së perandorisë osmane. Shkrimtari amerikan Mark Twain, e keni dëgju, keni lexuar edhe prej tij, e ka lënë një fjalë shumë të madhe, shumë të mençur, dhe thot se, mos harroni, historia nuk përsëritet, por zakonisht harmonizohet. Ky citat, kjo fjalë e Mark Twainit më së miri e përshkruan ose më së miri i shkon përshtati pikërisht lindjes së mesme, se historia e saj nuk përsëritet, por ngjarjet historike atje harmonizohen njëra pas tjetrave. Shikoni tash miq, çfarë po dua me thonë, që kjo vija krahasimore, që kjo paralelja që po duhet me e tërheq për me kuptu ju esencën edhe të luftës për ngushticën e Hormuzit. Me 26 korrik të vitit 1956, me 26 korrik të vitit 1956, presidenti i atëhershëm egjiptian, Gjemal Abdel Nasser, njofton botën për shtetëzimin e kompanisë së kanalit të Suezit, apo shtetëzimin, nacionalizimin e kanalit të Suezit, e cila deri në këtë kohë administrohej, drejtohej, udhhiqej, përfitonte Anglia me Francën si dy aksionarët kryesor të kanalit të Suezit. Me njëherë pas këtij hapi të nacionalizimit të kanalit të Suezit, që e ban Gjemal Abdel Nasser, presidenti i atëhershëm i Egjiptit, me njëherë pas kësaj Britania, Franca dhe Izraeli e nisin luftën dhe e sulmojnë Egjiptin në zonën, në pjesën e kanalit të Suezit, me qëllim natyrisht rrimarrjen e kanalit të Suezit nën kontroll. Kjo luftë njihet si agresioni trepalësh, Britani, Francë, Izrael. Puna e kësaj lufte, apo lufta përfundon me tërheqjen e detyrueshme të Britanisë së Madhe dhe Francës në dhjetor të njëjtit vit, 6 muaj luftë. E pastaj edhe Izraeli tërhiqet nga Sinai, nga ajo pjesë aty, në mars të vitit 1957, 3 muaj pas Britanisë dhe Francës. Ky përfundim që vije me tërheqjen e këtyre 3 shteteve, vje si rezultat i qëndrimit rigoros të presidentit të shëbave të atëhershëm, Eisenhower. Për shkak se agresioni apo lufta ishte nisur pa dijenin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Eisenhower e kërcënon Britaninë se do t'i vendos sanksione të ashpra sa
ta gjunjëzoj mbretërinë britanike, e cila në atë kohë po vuante nga një krizë e rëndë ekonomike që se kishte parë në 300 vitet e kaluara. Përveç qëndrimit të Eisenhower si ndalja e luftës vje edhe si rezultat i qëndrimit kategorik të Bashkimit Sovjetik që ishte, sipas asaj që lexoj më pastaj, ishte vendimtar në tërheqjen e Britanisë, Francës dhe Izraelit nga kanali i Suezit. Përse ishte vendimtar? Sepse presidenti atëhershëm i Bashkimit Sovjetik, Nikita Khrushchev, kishte kërcënuar shumë seriozisht se do ta përdorte armën bërthamore nëse Britania dhe Franca nuk tërhiqen. Armën bërthamore në vitin 1956. Do ta përmendi këtë edhe në vitin 1973 se çfarë ka ndodhur. Gjithnjë po flas për ta tërhequr një paralele midis asaj që po bëhet tani dhe asaj që ka ndodhur në 56-ën për kanalin e Suezit. Për t'i kuptuar në esencë ato që e thash në fillim dhe ngjashmërit dhe dallimet e asaj kohe, lidhje me kanalin e Suezit dhe ngjarjet e tanishme, lidhje me ngushticën e Bosforit. Po kthehem prap miq, shumë çudi ta ndim në njeri e kalon mirë me çaj, me ujë nxehtë, as grip, as kur gjë, në pranverë edhe në verë, me janë gjitë njerit, muftof njeri në këtë kohë kur është ndrejt shkoha, nuk e di, po në që një 2-3 dit kam pas bajage probleme me kodh dhe me të ftohër, sido që të jetë. Po kthehem miq sërish tek fjala e shkrimtarit amerikan Mark Twain. Nëse muj me u pajtu me te se fjala harmoni, thash, historia një ngjarje të harmonizuara, jo të përsëritura, nëse fjalën harmoni e pranojmë se nuk e ka kuptimin e fjalës identike, por harmonia diçka tjetër, identike diçka tjetër, atëherë ka hapësin këto për me e krahasuar në detaje ndodhim e vitit 1956 me këtë që po ndodh tani. Për të parë, cilat janë ngjashmërit dhe cilat janë dallueshmërit midis dy ngjarjeve aq të harmonizuara dhe që i përngjajnë njëra tjetrës. Ta shikojmë për shembull ngjashmëritë. Shohim se në rastin e luftës së vitit 1956, palët agresore, Franca, Britania dhe Izraeli shfrytëzojnë një ngjarje të izoluar, një ngjarje specifike, kanali i Suezit, dhe këtë ngjarje e marrin si alibi për të kryer një luftë, për të bërë një luftë më gjithëpërfshirëse, objektivat e të cilës luftë shkonin përtej ngjarjes së izoluar, rimarrjen e kanalit të Suezit. Qëto objektiva dhe qëllimet të tri këto shteteve bin në ujdi. Do me thënë, i përngjajnë njëna tjetrës, e plotësojnë njëna tjetrës, por që të trija këto shtete e nisin luftën me Egjiptin për synimet e tyre pak më të larta të dallueshme mes vete. Kryesorja ka qenën rrëzimi i regjimit të
Gjemal Abdel Nasser, ish shokut dhe bashkëpunëtorit, bashkëmendimtarit të Josip Broz Titos, kur e themelojnë paktin e të painkuadruarve, e që kjo është temë krejtësisht jashtë rrafshit për cilën po flasim. Pra, këto 3 shtete kanë synimet e tyre, arsyet e tyre pse e nisin luftën kundër Egjiptit, por si tërsi i pari synim i tyre, jo vetëm hapja e kanalit të Suezit, por rrëzimi i Gjemal Abdel Nasser. Për Britanin, për shembull, mbështetja që i jepte Egjipti lëvizjes çlirimtare të disa vendeve, apo lëvizjeve çlirimtare të disa vendeve në Afrikë, e që Afrika deri në këtë kohë ishte koloni, shumë vendet të Afrikës ishin koloni të Britanisë së Madhe. Ishin ende nën pushtimin e Britanisë së Madhe. Pra, rrëzimi i Gjemal Abdel Nasserit, përveç që do të rezultonte në rimarrjen e kanalit të Suezit, do të parandalonte Britania e Madhe mbështetjen e një shteti për lëvizje nacionaliste çlirimtare që kishin mugulluar në Afrikë dhe po i mbështeste Nasseri dhe Egjipti i tij. Në të njëjtën kohë, miq, për Francën, arsyeja pse Franca dëshiron të arrzon Gjemal Abdel Nasserin ishte se Egjipti kishte ofruar ndihmë ushtarake, logjistike dhe po trajnonte pjesëtarët e frontit nacional çlirimtar algjerian që nga viti 1953. E kuptueshme, e treta, sa i përket Izraelit, armiqësia e Egjiptit ndaj Izraelit ishte botërisht e njohur. Deri në ato përmasa, sa shkon tek refuzimi i pranisë së Izraelit në rajon. Egjipti, i kohës së Gjemal Abdel Nasserit, mos të them më shumë se asnjë vend tjetër, ka qenë kundërshtari kryesor i krijimit të Izraelit në lindjen e mesme. Prandaj, miq, që të 3 këto shtete mendojnë se është momenti i favorshëm për të hequr qafe këtë sistem dhe këtë president të Egjiptit, në të cilin Egjipt dhe Gjemal Abdel Nasser po i prishte figurat e këtyre 3 shteteve në lindjen e mesme. Kanalin e Suezit e kuptuam. Po kthehemi te rasti aktual. Ngjashmëritë midis kësaj që po ndodh tani dhe vitit 1956 sillen rreth objektivit apo arsyes së deklaruar botërisht nga ana e shebave për fillimin e luftës, që në këtë rast është të parandalohet Irani nga përvetësimi i armëve bërthamore, ndërsa në të njëjtën kohë për të ndryshuar regjimin që vije në pushtet në vitin 1979 me rrëzimin e shahut. Për çka? Ngjashmëritë. Për shkak të politikave armiqësore iraniane ndaj Izraelit, si dhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe 2 më kryesorja se krejt, për shkak të mbështetjes së Iranit që ju ka dhënë dhe ju jep ende lëvizjeve të rezistencës, siç quhen, kundër pushtimit Izraelit. Të Irani zyrtarisht e quan
teritoreve palestineze në lindjen e mesme. Edhe Izraelin e konsideron territor palestinez e natyrisht kryesorja financimin dhe mbështetjen me logjistik dhe me çdo gjë që ka nevojë që jep Irani Hizbullahut në Liban. E lufta e Libanit tani po e shihni se çfarë është duke ndodhur aty ngjashëm, nëse jo mazi e mashkatrimtare se çka ndodhur në Gaza. Izraeli i ka hyje Libanit njëjtë siç i pati hyje këtij Gazës. Përderisa nga njëra anë politika zyrtare e Izraelit e Netanyahut thotë se jemi në luftë me Hizbullahun, herë dalin fjalë nga ministrat e tij, ministrat e luftës, se Izraeli, njëjtë sikur te rasti i Gazës kur thoshin ne do ta shfarosim sepse na duhet Gaza, thotë se jugu i Libanit deri te lumi Letani i takon Izraelit sepse Izraeli ka nevojë të zgjerohet ka verijo. Pra, miq, këto janë ngjashmëritë e arsyeve dhe veprimeve të luftës së Hormuzit, luftës së Iranit dhe asaj që ka ndodhur në vitin 1956, lufta për kanalin e Suezit. Përveç ngjashmërive janë disa ndryshime, thash, harmonike po, por jo identike. Janë disa gjëra që e bojnë ma ndryshe janë në rastin konkret tash të kanalit të Hormuzit. Një, fuqia kryesore që i dha fond luftës në vitin 1956, që ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tash miq, ndryshe nga atëherë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të involvuara vetë në luftë. Janë palë e luftës. Në të njëjtën kohë që ndryshimi në sistemin ndërkombëtar, i cili atëherë kishte qenë bipolar, Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri në këto momente, pas përfundimit të luftës së ftohtë në 90-tat, në botë u krijua një rend botëror unipolar, që ishte vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe viteve të fundit, her nën tavolinë e her haptas, bota është duke punuar për një rend të ri, as bipolar dhe as unipolar, po multipolar, që të ketë më shumë se 2 fuqi të cilat kanë të drejten me u marrë me vendimet kardinale të botës, thjesht me ndaje botën. Pra, përderisa ngjarja e kanalit të Suezit vije në kohën kur botën, të them kushtimisht, po e sundonin 2 fuqi, 2 superfuqi të kohës, Bashkimi Sovjetik dhe Amerika, lufta e Hormuzit është duke ndodhur në një kohë kur sistemi unipolar i kaluar, bile edhe ai i nisur nga lufta e dytë botërore, po merr fund, po vdes, dhe ende nuk ka lindur botërisht me emën dhe mbi emën sistemi i ri ndërkombëtar. Dallime. Një ndryshim tjetër, një dallim tjetër është përderisa po flasim për 2 rrugë detare, 2 ngushtica, ndër më të rëndësishmet në botë, kanali i Suezit, 56, dhe ngushtica
e Hormuzit 2026, në rastin e parë të kanali i Suezit rruga ujore për të shtinë në dorë, ose përvecimi, marrja nën kontroll e rrugës ujore ishte arsyeja kryesore për fillimin e luftës. Ndërsa, në situatën aktuale, problemi i ngushticës së Hormuzit nuk ishte arsye e fillimit e luftës, por rezultat i nisjes së luftës me pretendime të tjera. Përveç kësaj, në rastin e parë, atë botë statusi ligjor i kanalit të Suezit ka qenë i qartë sipas konventës së Konstantinopolës apo konventës së Stambollit, e cila rregullonte statusin dhe menaxhimin e kanalit dhe të cilës Egjipti këtë konvent e pati pranuar duar hapur. Konventa e Stambollit e njeh apo flet për vendimin e drejtë të Egjiptit në rastin e shtetëzimit të kanalit të Suezit. Megjithatë, që kjo konventa e Stambollit që ka të bëj me ngushticën apo me kanalin e Suezit nuk ka të bëj tani me ngushticën e Hormuzit. Nuk ka konvent, nuk është fol në botë. Nëse ka diçka që mund të cilësohet vërtet gabim kardinal i Donald Trumpit që e nis këtë luftë, është hapja e varrës për nevojën e një konvente në lidhje me ngushticën e Hormuzit. Ajo ka qenë tu, Irani kur s'ka pas problem aty. As nuk ka bo probleme, nuk kam pas probleme asanijet e Arabi Saudite, as të Emirateve. Megjithatë atëherë kur jetoj unë në Emirate, ka qenë në vitet e 90-ta, 2000, ka qenë një problem midis Iranit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe në lidhje me 3 ishuj aty, britë të cilave kalojnë anijet për të hyjet e Hormuzit. Ishull quhej Ebu Musa, tanto l-Kubra, tanto Sugra, diçka qështu ka qenë. Por, ngushtica e Hormuzit nuk ka paraqit problem. Problemi paraqitet si rezultat i luftës kundër Iranit, për dallim nga rasti i këtij kanalit të Suezit. Një ndryshim tjetër, të thëmë, i tretë, midis 2 rasteve lidhet me zhvillimet enorme, avancimet enorme të industrisë së luftës ushtarake. Nëse në vitin 1956 flitet për përdorimin e armëve bërthamore, ishte luft frontale, me anije po deri diko, me tanke, me ato armë të cilat i ka pas. Rreziku i luftës, siç po shihet tani, është shumë më i madh, pikërisht për shkak të avancimit enorm të industrisë ushtarake. Ka ardhur koha me menaxhue luftën edhe prej një garazhe, prej një, po them kështu, një shumë ndoshta figurative, po me dron, me raketa, me susta, me buton. Du me e bo një shpjegim që të meq shpesh po e shohmi, po e dëgjojmë nga analist, pseudo-analist, se një dron $2.000 ose $20.000 ose $200 të rasti Ukrajines, po arzon një aeroplan 200 milion. Pra, shumë po e thjeshtëzojnë. Dëgjoni, droni si dron mund të jetë $20.000 ose $2.000, s'pedi sa e kanë çmimin. Mund të jetë, por për të aktivizuar
Dhe për të qenë efektiv, do të një industri shumë precize, shumë e kushtueshme. Ai dron nuk lëshohet si ciculkat na këtu në herë kur i lëshojshëm në qiell edhe me shkue. Jo. Ai dron menaxhohet dhe udhhiqet si me thonën, prej zyreve, prej vendeve shumë të sofistikuara, elektronike, e kompjuterike, e laserike, e raketike. Jo se cili vend, valla po blej drona, i blejtëm 500 drona pej Turqis, i blejti Serbia 300 drona pej Kinës e sene, ose na përbot, shkojnë me njanë, e thjeshtsojnë atë shumë, me dronë që ka që pare, erzaj aeroplanin që ka që milion, edhe dyta po blejmi drona, po blejnë drona, jo. Dronat me i përdor, do të avancim bajagi i madh i industrisë ushtarake të një vendi. Se ti mënesh me lëshue, në fakt, ja ka nisë, edhe njënë Ngilan e pat nisën, po se dhja ka vazhdue, me drona dhe pizza me që take away, me porosi pizza, Birmani pizza, Birmani këta, me dronë më të quet të shpia. Ka dhe rastet të këtila, por droni ushtarak, do industri, nuk është veç me bo me atë ndorë këto dhe me shku këtë shërim deshta me boa. Pra, meq, dalimi i tret është se ajo luft e 56-ës është bo me qëtë armatim evident atëhershëm, ndërsa kjo tani po bohet me një armatim shumë të avancuar. Sa i përket rezultateve, ajo që shihet me një farë sigurie, ose që shihet si e sigurt për të thonën, në këtë rast, është se si 56-ta, si 67-që, si 73-që, si luftat e tjera 80-që, e 81-që, 90-që, 2003-që, 2006-që, 2008-që, krejt janë halka, meq, halka të zinxhirit në procesin e luftave të cilat i imponohen popujve dhe shteteve të lindjes së mesme. Disa të marë të mos e njoh vetë vetën, s'po thëmë ma shumë, ma gjanë, po vetë vetën personalisht, kur flasim për arabët e për atë pjesë të botës, flasim disi me kuptime dhe konotacione shumë pejorative i lindjes. Po që ta arab për cilën ju mendoni se luftojnë me zvete për shkak se janë të patrun, e të po, kanë gabime udhëhecia politike, pa jo udhëhecia politike ka arë për jashtë, në zarfën e kumë thonë këta një qenere, që të arab kanë qenë perandori, kanë kriju e njënin prej civilizimeve, jo, po civilizimin më të madhërishëm që e ka pas historia njerëzore. Pikërisht që të arab. Së bashku me Persianët, së bashku me Horasan, e Kazakistan, pra vetëdia islame e ka krijuar civilizimin më të njohur që ka pas ndonjëherë historia e njerëzimit. Andaj, edhe që kam jetu atje i kampani se qfar, me gjithë shkatrimet e demolimet e imponimet e keqpërdorimet e që i bohen vendeve arabe, ato toka kanë qenë pelgje të civilizimeve, si civilizimi islam dhe i civilizimeve më parë. Në tokat e Palestinës, ku është tash Palestina aty e Izraeli, në tokat e Sirisë, në tokat e Irakut, e Mesopotamia është e dikush me Iraku. Ka kalua jo ko, po pelg të civilizimeve. Andaj, këto shka janë tash të jeni të sigurt se janë të importuara. Për shkak, tash në fillim të kësaj video,
po mos të ishte ndarë lindja e mesme kështu, po mos të ishin shkaktuar lufta në mes popujve dhe të ashtu quajturave shtete në linjen e mesme atje, a këshin mujtën me e marrë naftën. OPEC-u, imagjinati, OPEC-u po krijohet në Zheneva, po krijohet në Gilana atje, dhe OPEC-u me caktu e çmimin e naftës. Ti ki drejt me shit o e Arabi Saudite qikaq. Dhe më thënë, unë po punoj në arën teme, ma ka dhënë Zoti bereqetin mu quaj prej Prishtinës, a prej Shkupit, a prej cilit do vend, me thënë, ti patatën që e prodhon aty, ki drejt me shit vish qikaq. Nuk mund është me shit ma shumë. Po e jam ja brosht, po du me shit qikaq. Ja, sepse e pengon zhvillimin ekonomik të botës e sene. Tjetra, e një të i po në Dubaje, në Katare, në Kuwait për pare, në Arabin Saudite, në Riyadhe, në venin ku janë qabja dhe gjamia pejgamberit. Jemi të i po qëfar ndërtesa, qëfar zhvillime, që shikan shtinj, që shkan hinj ata njerës, në një garë, cili po shkon më nalt me ndërtesa 100 kate, 150 kate, cili po bën ma lukse, cili, a kujtoni ju se është mira jo, e qkun plot prej botës e shqiptare me ble atje toka, se kum bo parë në Zvicër, në Gjermania, këtu e me trekti, me shkon e pravon e qëta shti, se sa ju vlejnë ato shpia e ato ndërtesa, ato banesa, ato propertisa, që me thonë, po të cilat patun shmëri, të cilat i kini bleje në një vend i cili që nga baza ka nisën me një qështo, me një vetdije, me një politik krejtësisht tjetër. Pra, është fut lindja e mesme. Gjithë që vazhdimisht eksporton politika, pika, ngjarje në bot, lindja e mesme është në një kazan që vlon, vish rrotullohen ngjarjet aty. Her Algjeria, her Maroko, her atje, varësisht prej interesave të fuqive që kanë për një ngjarje të caktuar. Nëse është interes Amerikan, ose Bashkimit Sovjetik, ose Francë përpara, ose Britania, se Arabia Saudite nuk do të me pas probleme. Tendosje politike nuk ka. Ruhet sistemi aty, ruhet regjimi aty. Por nëse është jo e përshtachme, jo e mirë, nuk pas jallë bereqet, kësë sistem ose ngjashme, natyrisht, aty do të me pasën turbulenza, do të me po. Dhe me thënë, ngjarjet janë të fabrikuara, krijohen edhe vetvetio shumë herë, në bas të imponimeve dhe në bas të interesave të fuqive. Për këtë arsye, të gjitha fuqit, perandërit e kohës, atë tagjin, kuroren, e kanë mnue të madhe për aq sa kanë pas ndikim në lindjen e mesme. Jo për shkak se nuk kanë qenë të zhvillume, për shkak se nuk kanë qenë të prapambetore e me shku mi bo njerëz atje mi demokratizue. Kur'anin e kanë dorë që 1500 vjetë, fjallën e Allahut, Injili, Biblia ka lindën pre atyjet, po qohet kjo po thët, po shkoj me i demokratizue sistem që 3-4 vjetë, për shambull. Imagjino, që 1500 vjetë e ka fjallën e Allahut në dorë, ajo nuk vynë tash po shkojmë me një sistem tjetër, liberaliste, demokratike, ç'demokratike, me e bo. Krejt këto natyrisht, siç po e shpjegojmë, për të ardhën edhe të kjo halka e fundit jo, po e tanishmja e ngjarjeve të cilat krijohen në lindjen e mesme. Edhe pak, lidhur me këtë ndryshimin e regjimit ekzistus në Egjipt, që ka qenë. Ose s'pako në raport me këtë luftën
agresionit tripalësh. Pozicioni i asaj kohe, ose gjendja e asaj kohe në raport me regjimin aktual atëhere i përngjet shumë, mos them 100% këto. Para fillimit të luftës 56-ën, populli, për shkak se bie monarkia, bie mbretëria shqiptare. Dini, mbreti Faruk ka qenë shqiptar. Motra e Farukit ka qenë gruaja e shahit. Gruaja e babës që ti shka po do me ardhen në Iran tash. Po pretaj me dur në gjepa, me kafe në dorë, të pi kafe, ullur në restoranet dhe kafiterit e New Yorkut, që ka në të kallët, në të shashtriset, në të bohet, e unë me shku pastaj si shah, si mbret aty, me e bohe jetën që ka bohe baba vetë e babgjyshi vetë. Në kohën e Naserit, për shkak bje sistemi, një sistem i ri, lufta Izraeli këndej në 48-ën, meq, gjendja ekonomike ka qenë jo fort e mirë. Rezultat me një paknatësi ndaj pushtetit. Lufta e 56-ës e bën Gjemal Abdel Naserin jo lider të atyshëm, jo si mishi me thonin me popullin, por shpallet lideri arab. Dhe me të vërtet ka qenë ftyra më eminente, më me ndikim në gjithë botën arabe. Bile edhe për tej botës arabe. Gjemal Abdel Naseri me titën edhe nehrën themelust e paktit të painkuadruarve, na ka një Jugoslavi thonim tita, jo. Esenca, ideja vije nga Gjemal Abdel Naseri për krijimin e një pakti, as me Varshavën, as me paktin e NATO-s. Pakti i të painkuadruarve, apo si shquhet në Shqipëri, pakti i të jo të angazhuarve, që ashtu i thojnë atje. Tash, që kjo luft e krijon imazhin e Gjemal Abdel Naserit të mahnitshëm. Edhe bohet lider i pakontestueshëm. Njëjtë kështu edhe me në Iran. Lufta e Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit e ka bë udhëheqjen politike të tanishme në Iran të pakontestueshme. Si mishi me thonin, thash një ditë, me miliona njerëz në për rrugët e qyteteve, dhjetra qyteteve të Iranit, në mbështetje të udhëheqjes politike të iraniane. Nëse deri para luftës kishte përpjekje shumë serioze për të rrëzu regjimin, sot ato kanë baru. Dhe mendoj se kur ma nuk do të kthehen. Nuk ma mërmenja se ato celula antiqeveritare dhe ato shoqata që nxitnin revoltat, protestat kundër qeverisë dhe rrëzimit të regjimit, ma ato nuk ma mërmenja se kanë me mujt me bo punë. Përse qëndresa e rezistenca iraniane e tanishme e ka bërë popullin që të ngjitet me udhëheqjen e tyre. Përveç kësaj, meq, përveç kësaj, me gjithë që, po mëndona me përpilu një fjali, do më thënë në kuptim të krahasimit, 56 kanali Suezit dhe Hormuzit është. Me gjithë që atë botë Egjipti fiton si rezultat i ndërhyrjes së Eisenhower dhe si rezultat i kërcënimit të Egjiptit, të Bashkimit Sovjetik, se do ta përdor bombën atomike, me gjithë që Egjipti në fakt do të bëhet për një kohë të gjatë lider i vendeve arabe. Dhe Gjemal Abdel Nasser edhe sot, gjithë që idet e ti ma shumë socialiste dhe përkonin me Bashkimin Sovjetik të atëhershëm,
që nuk ishte në raport me islamin aq i përkushtuar, edhe shtresat më konservatore islame ndër arabët, jo vetëm në Egjipt, Gjemal Abdel Nasserin e shohin si një lider. Pra, rezistenca krijon momente kur një lider i pa dëshiruar kthehet në një figurë epike. Sa i përket politikave të jashtme të Gjemal Abdel Nasserit të Egjiptit të atëhershëm, me që nga brenda fillon të fuqizohet, pasi e merr kanalin e Suezit, ndikimi i tij rritet aq shumë, si në Algjeri, si në vendet arabe, si thash, si në vendet e ndryshme afrikane. A mund të besoni, miq, se qajo që i ka ndodhur Nasserit, s'po them se mundet me ndodhë ka te Irani, me gjithë që në shoh, të dielën këta me i bo shpjegimet, humbjet e Amerikës dhe ndryshimet katastrofike që kanë ndodhur dhe kanë me ndodhë në linjën e mesme. Vesh një për e përmeni, si do të jeton një kojshi, jeni kojshi jo, si do të jetosh ti, nëse për një kohë të caktuar, je kojshi i parë këtu, e ke lëshua borrin tën për një larg atje, që me u përdor o borri jët me e gjujt kojshien tën atje. Masit largohet që kë, edhe interesat puqen e këti me këtë tretin nga. Ti që të në midis, që shkime jetu ma me qëtë kojshi. Ky me ka undreqen, u regulun, a e gjumhazi, a interesat e reja, jenë marvesha, lëshojnë pes, o me rëndësi. Ti, oj Emirate, oj Arabi Saudite o Kuwait, që kele juve, që tokat e juve të jenë vende nga ku sulmohet Irani, në të ardhmen qysh do të jetoni me Iranin, nëse Irani vendos me shku vetvrasje gjithë popullore dhe mos me lëshupe. Tjetra, Izraeli, qysh mundet një popull, me gjithë që po shijet tash, edhe s'po du me hi fort në ata, se edhe pisheni, sa janë të shkue, të ike, dhe me thënë, aty s'ka met ma. Nëjse, që kjo shtet, me që ta njerës që kanë me met që aty, po supozojmë se gjysa kanë me met. Qysh kanë me jetu brend mesin e 450 milion arabëve, qysh është e mundëm. Ka njerë une e bëj krasimin me Kosovën. Sa do të mund të qëndron të Kosova në një oazë e rrethuar nga 450 milion që i ke bo armik. Kosova i ka bo armik. Qysh mundet bre me, vesh me aeroplan me udhëtuar. Qysh, dhe më thonë, është dishka e pabesueshme. Pra, po du me e lidhë këta me rastin e ndikimit të më pastajshëm të Egjiptit dhe Gjemal Abdel Nasserit në Afrikë. A mund të besoni tash, po kthehem, se rënja e perandoris ose e kolonializmit britanik në Afrikë dhe kolonializmit franqez në Afrikë vje si rezultat i luftës që i ka mshue Egjiptit. Egjiptin dojnë me e gjumhaz, dojnë me aqit bombën atomike, dojnë me shkatrue Kairon, me gjithate që kjo Egjipt shndrohet në një fuqi që Britania e madhe pastaj. Detyrohet një nga një me i lanë kolonit e veta me fitu pavarësin dhe me u tërheq dhe së fundmi edhe Franca nga kjo Algjeria. Algjeria nifët si qyteti i 1 milion shuhedave, 1 milion dëshmorve. Së paku 1 milion vetë janë vra vetëm në luftën çlirimtare për të liruar nga kolonializmi franqez, siç është Omar el-Mokhtari në në Libi, që lufton për lirimin e vendit, çlirimin e vendit nga pushtuesit italian. Tash më kujtu dishka meq,
e kum pregadit materialin, po pës në harru me ju kujtue. Shumë frik ka me shpjegue atë filmin mesazhe, risale të pejgamberit al-Islam, që e shumë për çdo Ramazan. Jo më besoni, po më besoni, ju lutem, se ngjarja e këtij filmi, e prodhimit të këtij filmi, ngjarja, si prodhohet, tek prodhohet, qysh prodhohet, kush e sene, është shpjegimi më i mirë i situatës së vendeve arabe në 100 vjetët e fundit. Besomni se keni me u çudit se çfarë ka ndodhur për gjatë procesit të vendimit dhe realizimit të bërjes së këtij filmi, që është kjo pasqyra reale 100% e asaj që ka ndodhur në lindjen e mesme. Shumë shpejt ka me bëhe. Mas të djeles, me izën e Zotit, mas të djeles, mas qasaj surprize. Sa i përket efekteve të armatimit, periuda midis viteve 1956 e tutje dëshmon një përhapje, një ndikim të madh të Egjiptit, por edhe i ngjitjes së Egjiptit me bllokun lindor që kishte filluar në vitin 1955. Atëherë kur Egjipti fillon me ble armë vetëm nga bloku lindor prej Çekoslovakisë, bile hapen fabrika të tëra për të prodhuar armë për Egjiptin që po e niste prej zeros, thuajse prej zeros, dhe për disa vende të tjera. Me këtë akt, ky fillim i blerjes së armëve nga Çekoslovakia ndihmon shumë ose përkon me vendosjen, me fillimin e vendosjes së Bashkimit Sovjetik në lindjen e mesme. Nga ana tjetër, në vitin 1960, Franca bëhet fuqia e 4 bërthamore në botë, pasi e provon bombën bërthamore, e teston bombën bërthamore në një nga shkretëtirat e Algjerisë. Midis viteve 1966-1967, thuhet, aty s'jum kon, Izraeli e blen armën bërthamore. Midis viteve 66-67, i lejohet Izraelit të posedoj armën bërthamore, por tek në vitin 1973, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e lejojnë as të thot e as të shtin në dorë armën bërthamore Izraeli. Thuhet se armët që i ka bërthamore Izraeli, ose do vene si ma të vogla, për me shtypën një armë bërthamore do të 2 susta me u shtyp. Një ka ndorë, atje, nuk e di që shkon, me 2 qelsa Amerika, një ka Izraeli. Nuk lihet në dorën e një shteti të vogël, ose më do të beqen Franca atje me Pakistanin, apo Kina me Rusien dhe të ngjashme. E blen armën bërthamore deri në 73 nuk e përmend Izraeli. Në vitin 1973 e përmendën në fillim. Kur fillon lufta arabo-izraelite. Që e dyta në 67-ën, e në 73 më ja jep goditjen përfundimtare, po mos të ishte kërcënimi amerikan se do të hidhet bomba atomike mbi Kairo, Egjipti nuk ka pas me unalën deri në Tel Aviv dhe me, siç thuhej atëherë, me i gjujt izraelitët në deti. Ky ka qenë synimi i asaj lufte, zhdukjen e Izraelit nga jo. Vetëm arma bërthamore
të cilën e posedon Izraeli, e të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës e qesin haptazi në këtë luftë, nuk është ajo që e parandalon këtë zhdukjen e Izraelit në luftë me Egjiptin, me Sirin, me Jordanin dhe me Libanin e atëhershëm që bëhen 4 shtete hinë në luftë. Si rezultat I humbjes së luftës së vitit 1973, në 78, si që kam shpjeguar në një video, si askush tjetër më parë, marrëveshjen e Camp Davidit, atëherë kur dëshiroja të tërheqja një paralele midis marrëveshjes së Camp Davidit, marrëveshjes së kësaj të Bosnës, marrëveshja që u bën Amerika atje, Izetbegoviqi, Tudjmani dhe Jahrova emnin, dhe atëherë pata se Kosova po do me shkue ka një marrëveshje e re ndërkombëtare. Shkuarja thaqit në Hagë, kneje, kae, se ne mos po e kthejnë shiritin prapa dhe po detyrohet Kosova me shku në një marrëveshje ndërkombëtare të re, dhe unë e bëra atë video për ta shpjeguar se si ka shku procesi I marrëveshjes së Camp Davidit midis Egjiptit dhe Izraelit, dhe marrëveshja që e bën Izetbegoviqi, Tudjmani dhe ky Miloševiqi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa I përket edhe diçka, kanalit të Suezit dhe ngjashmërisë së Hormuzit. Çfarë ka ndodhur atëherë? E shpjegova si ka shku procesi. Por çfarë do të ndodh tani, nuk më mërmenja se ka njeri që mund të di saksisht. E vetmja gjë e sigurt se çfarë do të ndodh pas nesër, se tash veç fillojnë negociatat në Islamabad, e vetmja gjë që mund të them sigurt se çfarë do të ndodh pas nesër me rastin e Iranit dhe çfarë ndikimi do të ketë më pastaj në lindjen e mesme, e vetmja gjë që mund të them tani është duhet të presim fillimin e negociatave dhe përfundimin e tyre në fund të ditës. Deri pas nesër, mirupafshim.